vetëm Monika u kapi çike dhe u anashkalu kjo gjëja. Pra nuk ishte ajo për mos të kap. Monika e drodhi mbas jo ti Monika, ajo Monika tjetër. Dhe ajo e drodhi në momentin që i erdhën mesazhet në celular dhe filloi ta ndronte pak se publiku nuk është se ishin gjithë me qëndrim që mbajtën. As opinionistët, as Ledioni dhe madje për e parë arbrit i doli situata nga dora si asnjëherë tjetër. Jo, për çfarë ishte muhabeti? Se dëgjova. Po për këto viktimizime të Monika që na ka shpif në çdo bik do dali dikush viktimizohet. A unë them ai e ka kërku këtë gjë. Me zi ka prit që me kërku që tjerë ta bullizojnë, jo po flet me zot hodhjo po. Ishte përgatitur edhe fjalët që mbajnë për këtë punë. Po ai për loj ka vajt atje. Po pra, po pse? Po për loj ka vajt atje. Po më edhe ai staj. Mu më dukesh zënjush, se çfarë jo mos ke të drejti, pa lejni na tani mos. A më lejni të? Po si mos kam, pas kam të ti pas ke vajt për loj dhe unë nuk po los me nervat të tua. Po luaj më, nëse ke tru, luaj me tru. Mos luaj me ofendime. Ai që ofendon është i dobët Meridian. Mua më dukesh. Meridian, ai që fillon të ofendoj aty ku nuk mban dhe s'ka të drejt fare, është i dobët në karakter. Po ajo fjala si të duk ty Monika, fërkollet të derdhën në qaf, si të duk ty? Absolutisht, edhe ajo nuk ishte e mirë, mos kujto se ishte e mirë. Pse nuk u cek ajo? Pse u ka nuk shuaja se gjë libri ku lexohet, unë e di që lexohet. Ai, Meridian, më fal një minutë. A donte ai? O Meridian, Monika, të bëj një pyetje. Ty ku të japi një... Po jo pra se ti e ke... Po jo pra ta them tu. Jo, po mos e humbsa se fjedhja është ta tërheqim bashkë, jo bashkë do ti dhe ik ti përpara. Ti kur merr një skenar për të mësuar diçka, si i kalon faqit, një po tre jo apo i kalon faqe për ta mësuar? Rresht për rresht. Atëherë kap edhe rreshtin e Kristit, pastaj ku thot kur më fërkon në vit të derdhën ty në qaf. Po pra, ai tha ai që nuk e burr, edhe ky donte t'ia vërtetonte. Po ma vërteton ndryshti, nuk s'ma vërteto ashtu. Po ashtu i erdhi aty për ta thënë. Ai provokoi ai nga mëngjesi deri në darkë. Okej, edhe aty kshu ju duk si me fustan. Po çfarë janë këto me fustan? Kjo është bullizim. Kjo nuk e të drejtë. Hajde më shqyr. Shqyr ti nuk është shqiptar di fjalë bullizim. Më fal një minutë, se Meridiani nuk e di kur është futur. Unë kam me komunitetin përgjithësimi. Ç'është me ky komunitet që vetëm viktimizohet, do më qaj vllai thotë ke shtëpia po e morën vesh që jam gay. Thuajemi që je gay. Është më mirë të gënjesh apo ti je gay.